Përshëndetje të nderuar. Tani këto do të shpjegoj llojin e dytë të diturisë që në Islam quhet ilm, për të parin tham se quhet ma'rife. Ky lloj i dytë i diturisë përfitohet nga përvoja dhe vrojtimi. Është diskursiv dhe deduktiv. Si ilustrim për dallimin midis këtyre dy llojeve të diturive, Sejid Muhammed në Kibel Attasi e sjell shembullin e njeriut që i vije një fqi i ri në lagjën e tij. Thot, fillimisht ai e njeh fqiun vetëm nga përshëndetja, me kohë ai do të zbuloj disa veti të tjera nëpërmes së cilave do ta njeh kur kalon në rrugë, pastaj do t'ja mëson emrin, gjendjen e tij martësore, numrin e fëmijëve dhe të ngjashme, por të gjitha këto janë vetëm ato që mësohen nga vrojtimi prej jashtë. Pastaj thot, mund të fillon gjurmimin personal, të zbulon profesionin e fqinjet, pastaj vendin e punës, shumën e pagës dhe të tjera. Gjurmimi i tillë mund të vazhdohet pa ardhur në kontakt të drejt për drejt, por dituria rreth fqiut të ri gjithnjë është në nivelin e përshëndetjes dhe jo të intimitetit, sepse pa marrë parasysh mundin me vrojtim që ja bën fqiu të ri, mbeten shumë gjëra tek fqiu i ri të pazbuluara që ky nuk do të arrijë të zbuloj kurrë edhe nëse me vite merret me të. Për shembull, dashuria, mendimet, botkuptimet e tij mbi jetën dhe vdekjen, druajtjet, shpresat, besimi, ndjenjat e tij të fshehta dhe të ngjashme. Tani, thot Attas, le të supozojmë se fqinji vendosi ta njeh edhe më thellë atë. Fillon ta vizitoj, të drekojnë së bashku, të dalin në sport së bashku. Pas shumë viteve miqësie të sinqertë dhe kontakte të vazhdueshëm, ai do të ketë mundësi që nga zbulesa e drejt për drejt e mikut të njeh disa nga detajet personale, ndjenjat sekrete, të cilat i kumtohen në mënyrë edhe njerë po them intuitive. Pa qenë kjo lidhje intuitive e brendshme shpirtërore, njeriu do të mbetej vazhdimisht i panjohur në thellësitë e tij. Për shka? Sepse njeriu është sikurse serit e pafundta në guacat sferike kineze, të radhëve brenda radhëve, të cilat mund të zbulohen vetëm atëherë kur hapen ato dhe shihen brendësitë e tyre. Ky lloj i diturisë pra është në nivel të përkufizuar dhe arrihet të njihet Zoti vetëm nëpërmes hapjes shpirtërore dhe sinqeritetit shpirtëror që e kemi në besimin ton ndaj Zotit.